marrë parasysh se është disa vite kemi që organizojmë këtë lloj të gjirit falas në Albin Mall Prishtinë dhe kemi kthyer në diçka tradicionale. Tashmë kemi vendosur që dhe në Gjilan ta bëjmë të njëjtën gjë dhe me siguri se edhe viteve të tjera do të vazhdojmë dhe ta bëjmë tradicionale dhe këtu çdo herë kur është muaji roz, domethënë muaji tetor. Duke marrë parasysh gjithashtu se gjatë 2 viteve të organizuara në Albin Mall Prishtinë kanë arritur të diagnostifikohen numra shumë të mëdhenj gjatë këtij aktiviteti, nëse mund ta quajmë, ne po mendojmë se po kontribuojmë mjaftueshëm për të ulur numrin e rasteve të cilat në një farë forme ne shpëtojmë jetë në këtë formë. Kështu që bëjmë thirrje që secila grua e cila ka mundësinë që sot të jetë në Albin Mall Gjilan të vi dhe të bëjë të gjirit falas, duke filluar nga ora 14 deri në ora 18. Mos harrojmë se është në pyetje një shërbim që kushton 35 euro dhe në anën tjetër me 35 euro ne harxojmë pa lidhje ndoshta si femra, por nuk e bëjmë këtë domethënë kontroll, e cila është e domosdoshme për secilën femër. Me një farë forme po ofrojmë shërbime falas, gjë që pak a shumë peqeros vetën një femër sot. Edhe në të njëjtën kohë po diagnostifikohet nëse ka ose s'ka diçka. Muaji roz është një muaj shumë i rëndësishëm për shëndetin e të gjitha femrave. Ky hap që keni ndërmuar është shumë i qelluar, duke falendëruar Albin Mall, si dhe klinikën e cila ka marrë iniciativën, por shumica e femrave do të hezitojnë, e kanë atë frikën ta bëjnë një po unë ju kisha preferuar gjitha femrave që të mos ngurojnë, ta marrin këtë iniciativë se çdo hap i hershëm që zbulohet më herët është më i suksesshëm. Në kuadër të sensibilizimit, në kuadër të muajit tetor që është muaji i sensibilizimit për kancerin e gjirit, Spitali Medical Park në Prishtinë ka organizuar kampanjën për të rritur vetëdijsimin në mesin e grave dhe vajzave për rëndësinë që ka zbulimi i hershëm i kancerit të gjirit, i cili çdo ditë po bëhet më i shpeshtë, domethënë në patologji, në kuadër të patologjive të gratë dhe vajzat tona. Në kuadër të kësaj fushate kemi shumë të interesuar këtu në Albin Mall në Gjilan dhe krejtë qëllimi i fushatës është rritet sensibilizimi që gratë të paktën një herë në vetë të bëjnë kontroll të gjirit për moshat e reja që janë më të reja se 40 vjeç preferohet ultrazori gjithmonë si metodë e parë diagnostike, ndërsa për moshat më të vjetra është mamografia si metodë e parë, por gjithmonë duke plotësuar njëra tjetrën. Është metodë shumë e thjeshtë, nuk kërkon ndonjë përgatitje të veçantë. Domethënë thjesht hiqen teshat lart, preferohet që në momentin kur të vinë të bëjnë ekzaminimin të mos përdorin deodorant. Ekzaminimi bëhet i të dy gjinjëve dhe pjesës së shqetullave për të parë nëse kemi ndonjë patologji ose jo. Nuk duhet të bëjmë panik nëse prekim ndonjë gung ose gjendër në gjinj, nuk do të thotë që po prekëm diçka direkt është kancer, mund të jetë një cis, një fibroadenom që janë shumë të shpeshta tek moshat e reja, por mund të jetë pastaj edhe kanceri i cili llogaritet sot prej më të shpeshtave në kuadër të patologjive tek gjinia femërore. Gjinia mashkullore nuk është se përjashtohet totalisht, kemi raste të prekura dhe nga mashkujt, por normalisht janë më të rralla. Prandaj motoja është çdo një vit të bëjnë kontroll të gjirit, më të reja se 40 vjeç ultrazorin dhe më të vjetra se 40 vjeç mamografi si metodë e parë diagnostike.